Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, takojmë këtu në rubrikën tonë Ëndra Amerikane. Nga Fuati tek Franku, një histori shqiptare suksesi në Chicago. Në 7308 në West Grand Avenue në Elwood Park, në kufi me Chicago, ndodhet një berberhane që ka kaluar nga një brez tek tjetri për plot një shekull. Sot ajo mban emrin Frank's Barber Shop. Ndërsa, pas këtij emri qëndron historia e shqiptarit Fuat Frank Shemitraku. I lindur në zonën e Korçës dhe banues për vitën Pogradec, ku punonte si topograf, Fuati emigroi me familjen në Shtetet e Bashkuara pas rënies regjimit komunist. Fillimi në Chicago nuk ishte i lehtë. Familja nuk dinte anglisht. Ditën punonin në punë të ndryshme, ndërsa mbrëmjeve shkonin në shkollë për të mësuar gjuhën. Në vitin 1997, Fuati dhe bashkëshortja e tij, Durata, vendosën të mësonin një profesion të ri. U regjistruan në shkollë për berber dhe pasi u diplomuan e morën licencat, nisën punën në një sallon të drejtuar nga një çift i moshuar amerikan. Pikërisht, aty Fuat dhe Durata u bën Frank dhe Dora. Pronarët e moshuar e kishin të vështirë të mbanin mend emrat shqiptar dhe i thirrën me emrat shkurtër. Shpejt, kështu filluan të njihnin të klientët. Franku punoi edhe me berber italian për cilën mësoi teknika të avancuara profesioni. Në vitin 2005 bëri hapin vendimtar, bleu biznesin dhe i quajti Frank's Barber Shop. Berberhania kishte një histori shumë më të vjetër. E hapur fillimisht nga italiana, ajo kaloi në duart e disa pronarëve, derisa Fuat Shemitraku u bë pronari i katërt. Por ëndra amerikane e familjes Shemitraku nuk përfundon tek biznesi. Fuat dhe Durata rritën 3 fëmijë, i shkolluan dhe sot secili ka ndërtuar karrierën e vet. Familja është shtuar me 5 nipër e mbesa, ndërsa Franku thot me krenari se fëmijët e tij nuk e kanë harruar prejardhjen shqiptare. Këtë vit, historia mori një dimension të veçantë. Më 11 qershor, biznesi festoi 100 vjetorin e hapjes. Në vlerësim të historisë dhe shërbimit ndaj komunitetit, rruga përpara berberhanes mori emrin e ri të ndërruar Honorary Frank Barber Shop Way. Ceremonia u ndoq edhe nga kanali WGN, kanali 9, duke e kthyer për vjetorin në një moment krenarie, jo vetëm për familjen Shemitraku, por dhe për shqiptarët e zonës. Franku kërkoi që mbi berberhan për krah flamurit amerikan të valviti edhe flamuri shqiptar. Klientëve të tij amerikanë ju flet për Shqipërinë, për miqësinë shqiptaro-amerikane, për presidentin Woodrow Wilson dhe rolin e tij në mbrojtjen e Shqipërisë, si dhe për presidentin Bill Clinton dhe ndërhyrjen amerikane për Kosovën. U flet për Skënderbeun, Nën Terezën, traditat shqiptare dhe vëllezërit me origjinë korçare John dhe Jim Belushi. Dhe kështu, historia e një berberhane 100 vjeçare bëhet dhe historia e emigrantit shqiptar. Fuati mbriti në Amerikë pa ditur anglisht. Punoi, mësoi, u shkollua, ngriti biznesin dhe familjen e tij. Amerika e njoh si Frank, por ai nuk harroi kurrë se ishte Fuat Shemitraku. Sot, përpara biznesit të tij qëndron një tabelë amerikane me emrin Honorary Frank's Barber Shop Way. Ndërsa si për ti, valviten krah për krah 2 flamuj. Ai amerikan i vendit që i dha mundësinë të ndërtonte ëndrrën, dhe ai shqiptar i vendit që nuk e harroi kurrë. Miru takofshim në emisionet të tjera.